duke falenderuar të gjithë, do doja t'i bëja edhe një falenderim tjetër të madh të gjithë teknikës së Top Channel, e cila vazhdon të jetë stoike mbas 7 orësh transmetim live, duke bërë thuajse asnjë gabim, një të voç këllashtu e bëm, po nuk është faji juaj. Po ashtu. E di, thash që nuk do përmend emra, po ca do duhet i them, meqense kemi pak kohë. Do dua të falenderoj ata që unë i quaj jeni asat në dorën time, Petrinën, Evën dhe Saimirin, Bërthama e vogël e Bigut, që bashkë me Sarën kanë krijuar këtë magji televizive. Dhe sonte, përveç të gjithë stafit të mrekullueshëm të shtëpisë, përveç atyre që kanë punuar çdo ditë, regjisorëve, teknikëve, logërsave, të gjithë të tjerëve, do dua të falenderoj shumë regjisorin Ergys Lubonjën, regjisorin që na është bashkuar Redi Trenin dhe natyrisht Lencin, i cili na ka ndihmuar me surprizën e Selinit. Për ta mbyllur, unë jam vërtet falenderues sepse ky ka qenë në më të shumtën e rasteve një vit shpërblyes. Dhe uroj që edhe për të jetë viti më shpërblyes, sepse i meriton të gjitha fal punës, dedikimit dhe mundësisë që na jep të gjithëve. Faleminderit Lori Hoxhës për të gjithë të mundësitë.